Të vjen t'i thush për mi shkull të tëra, se unë po t'lë. Ti sot jeton larg Shqipërisë. Si ka qenë ai momenti i shkëputjes për të vendosur në Kanada nëse nuk gaboj? 31 vite shkëputje. Mhm. Unë kam qenë 17 vjeç. Shqipëria kaloi në faza çmendurie. Domethënë, unë e kam lënë Shqipërinë në 95-ën, 91-shën, 92-shin kanë qenë i tmerrshëm. Brezi i ri sot nuk e kupton, po rrëmbimet ndodhin ditën për diell të vajzave për shembull. Ditën për diell. Ti ishe e pasigurtësi në rrugë. Mos flasim pastaj për varfërinë, mos flasim për vrasje që ndodhin tërkohën. Ndërsa unë mbusha i mali me gropa në kufoma. Sikur gjoja po qetësohej pak, po ishte si ajo stuhia që zihen në heshtje, po kur shpërthen është fatale dhe në 97-ta ndodhi, 2 vjet pasi i kam. Kur rika unë në 95-ën, ishte një vendim që prindit e mi morën për mua. Se unë isha vetëm 17 vjeç, nuk isha se ta merja unë atë vendim. Dhe më nisën sepse kisha vllajën që kishte mbërritur tashmë pas një udhëtimi dhe ai si puna e Odiseas, domethënë nga Italia në Gjermani, nga Gjermania më pas në Kanada me dokumenta falso. Domethënë është një Odisej i vërtet. Dhe e kupton që s'ke shumë zgjidhje, kupton? Duhet ikësh se është për të mirën tënde, familja ka vendosur se është për të mirën tënde. Dhe emigron, po gjë në ato momentin e fundit, kur ti thua lam të mirat, është abstrakte. Jam ullur në tokë dhe gjyshja ime ka qenë ullur në divan dhe më ka kapur flokët gëshet për e fundit. Sepse i kisha gjata gjërt e mesit dhe që t'isha më rahat në udhëtim, mi bëri gëshet. Në ato momente kur asaj dridheshin duart edhe thoshte më fal se po të shkull flokët. Të vjen t'i thush për mi shkull të tëra, se unë po t'lë. Nuk doja të emocionoj kështu, po e di që janë ta gjëra që sado vitet të kalojnë, ngelen po të freskëta si në momentin e përjetuar.